Imbrama të dashur shikues, mirë se po takojmë edhe sonte si çdo të diel në emisionin Shneta, i cili realizohet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Sonte nuk do të kemi mjek në studio, por do të shkojmë në Spitalin Amerikan 1 në Prishtinë, atje ku bashkë me pulmologun Flamur Marku kemi folur për sëmundjet më të shpeshta respiratore. Ndjekim materialin. Sëmundjet e sistemit respirator vazhdojnë të jenë ndër problemet më të shpeshta shëndetësore, të ndikuara nga infeksionet, ndotja e ajrit dhe duhanpirja. Në Spitalin Amerikan 1 në Prishtinë, këto sëmundje trajtohen nga pulmologu Flamur Marku, i cili thotë se sëmundjet e sistemit respirator përfshin gjendje të ndryshme, nga infeksionet e lehta sezonale deri tek sëmundjet më serioze të mushkrive. Sëmundjet e sistemit respirator kanë një fushë gjanë, do të thotë përfshihet disa sëmundje, duke filluar prej atyre më të thjeshta deri te sëmundjet më të rënda të sistemit respirator ose të mushkrive në përgjithësi. Prej sëmundjeve më të shpeshta janë ftofjet e zakonshme ose edhe flama, gripi, rrufat e zakonshme, të cilat shkaktojnë çrregullimet të lehta të sistemit respirator, të cilat shoqërohen me pengesa në frymëmarrje, me kollitje ose edhe ndjenjen e dhëmbjes në gjaks. Do të thotë një ftofje e zakonshme mundet me çu deri te disa ditë me kollitje, nëse nuk trajtohet me kohë, mund shfaqen edhe problemet më të rënda. Por prej më të lehta është bronhiti i thjeshtë ose bronhiti simplex, zakonisht shfaqet në gjatë kohës së dimrit, por edhe në pranverë kur kemi prani më të shtuar të polenit. Do të thotë në momentin kur kemi fazën e lulëzimit më shumë, përkatësohen sëmundjet ekzistuese, qoftë bronhiti kronik, qoftë bronhiti i thjesht, apo edhe astma të ndryshme, të cilat mund shoqërohen me një kohë. Zakonisht kollitja din të jetë e thatë, kur ka i rritim të rrugëve sipërme të frymëmarrjes, duke përfshi fytin apo edhe pjesën laringeale dhe traheale, e cila shoqërohet me një kollitje e cila mund të jetë intensive ose me intensitetit edhe më të ulët, e cila kërkon një tretman, jo gjithmonë terapeutik, do të thotë të rënd, mirë po një tretman më të lehtë. Spari rregullimin e ambientit ku jetojmë, kushtet e punës, mos ekspozimin në faktorë të rrezikut. Kurse tek rastet, kur ka kollitje që zgjat më shumë se disa ditë ose disa javë, atë gjithmonë kërkohet hulumtimi më të tjeshëm, pse ka ndodhur një kollitje e tillë, kush është shkaktarja e asaj kollitje. Kurse ky diagnostikim bëhet duke filluar për analiza më të thjeshta. Njëherë bëhet një analizë thjesht pasqyrë thjesht të gjakut, një auskultim nga ana e mjekut specialist pulmolog, ku dihet ndryshimet e frymëmarrjes, qofshin ato inspirator apo ekspirator, do thotë varësisht prej fenomenit ku preken rrugët e frymëmarrjes, diagnostikohet me anë të auskultimit. E të rastet kur është arsyeshme, bën edhe ekzaminime të tjera shtesë, siç është edhe rentgeni, të rastet më të avancuar edhe CT mushkrive, metoda të tjera diagnostikuese, plotësuese, bronkoskopia, mund të merret aspirate dhe dërgohet për analiza për hulumtimet më të tjeshme. Do të thotë përgjithsisht kollitja është simptoma kryesore e çrregullimeve më të shpeshta të sëmundjeve të mushkrisë. Në momentin kur kemi një kollitje, e cila është kollë e thatë, gjithmonë dyshohet se kemi të bëjmë me një komponent alergjike, kur është sidomos tonistina e pranverës është më tepër. Kurse kur kollitja zgjat më tepër ose ka dhe pranitë të sekrecionit, varësisht prej ngjyrës së sekrecionit ne edhe dyshojmë. Kur kemi të bëjmë për shembull me një kollitje me sekrecion që është me ngjyrë të gjelbërt, gjithmonë dyshohet tek infeksionet bakteriale dhe për atë arsye të realizohen analiza të gjakut që janë proteina C reaktive që na tregojnë për praninë e një infeksioni në organizëm apo sedimenti i shtuar i eritrociteve, e cila e përkeçson gjendjen e përgjithshme të pacientit. Në momentin kur kollitja shoqërohet me premesa të gjakut, atër është një situatë shqetësuese që duhet menjëherë të fillojnë hulumtimet e më të tjeshme imazherike, duke filluar prej ehës të mushkrive, rentgenit të thjeshtë të mushkrive dhe pastaj tomografisë e kompjuterizuar ose që njihet CT-ja mushkrive me ose pa kontrast, varësisht prej gjendjes siç e shef mjeku, dhe pastaj mund të bëhen edhe hulumtimet shtesë me bronkoskopi, ku me anë të kamerës vërtetohet saktësisht shkaktari i gjakderdhjes.
Marku shpjegon se çrregullimet e frymëmarrjes shoqërohen me simptoma të ndryshme dhe nuk duhet të neglizhohen kur zgjasin apo përkeqësohen. Gjithmonë secila çrregullim i frymëmarrjes, secila mosngopje me frymë, secila lodhje e shpejtë, qoftë edhe në aktivitetin e ulët fizik, gjithmonë tregon një gjendje që duhet të shqetësohemi nëse kjo zgjat për më tepër se disa ditë. Si simptom kryesore gjithmonë merret kollitja. Kurse simptomat tjerë është lodhja e shpejtë, kokëdhimbja, ndjesia e zgjimit nga shtrati më të lodhur se sa që kemi ra, gjithmonë atëherë duhet të fillohen hulumtimet. Duhet të kemi, do të thotë, një kontakt me mjekun specialist pulmolog, i cili fillon prej ekzaminimeve më të thjeshta deri tek ato të domosdoshme për realizimin e një pasqyre të qartë gjendjes tonë shëndetësore të aspektit pulmonar në rastin konkret, që mund të jenë simptoma të lehta që trajtohen me një terapi simptomatike fare të lehtë, mirë po gjithmonë duhet të mos anashkalohet, sepse nga njëherë problemet e lehta mund të trajtohen dhe të mos vinë të komplikimet e rënda, sepse ne kemi edhe ftofjet e zakonshme të cilat nëse kemi rënje të imunitetit ose superinfeksion me baktere mund zhvillohen edhe pneumoni ose kallje mushkrive, e cila kërkon një tretman infuziv, terapi do të thotë me antibiotik të fuqishëm, e cila trajtohet me antiinfuzioneve edhe shpeshherë me hospitalizime të cilat din të kenë komplikime edhe mund të rrezikojnë edhe me humbjen e jetës. Te këto raste mund të kemi edhe prani të efuzione pleurale ose grumbullim të lëngut, të lirën e hapësirat mes dy pleurave të mushkrive, se dihet se vetë efuzioni pleural është një gjendje më shqetësuese edhe për mjekun, por edhe për vetë pacientin për shkak të rëndesës së gjendjes, për shkak të dhimbjeve, për shkak të shtrëngimit, pamundësisë për ngopje me frymë, edhe diagnostikimi sa më shpejt e sa më i saktë i një efuzionit pleural na nxit për tretman më të saktë. Gjithmonë, jo çdo herë efuzioni pleural është do të thotë smundje mushkënime, sepse kjo mund vijë edhe si pasojë e çrregullimeve ndryshme të organizmit, qoftë insuficiencës kardiake, qoftë insuficiencës së veshkave, mund të bijë që e komprimon sistemin e frymëmarrjes dhe për një diagnostikimi rutin nga ona jonë, kur ne bëjmë largimin atij likidi dhe i realizojmë analizat e domosdoshme, e konstatojmë se problemi ndodhet diku tjetër në organizëm, jo direkt në mushkëri, kurse mushkëria është vetëm si pasojë e një çrregullimi të një pjese tjetër të organizmit, por që është shumë e mirë në tretmanin e më të tjeshëm të gjendjes së atij pacienti. Sipas tij, infeksionet e lehta zakonisht kalojnë për disa ditë, ndërsa rastet që zgjasin kërkojnë ekzaminime shtesë për vendosjen e diagnozës së saktë. Po, gjithmonë infeksionet e lehta ose gjendjet ftofjet e zakonshme ose common cold që njihen ato në gjuhë angleze, është një gjendje e lodhjes së plagështisë së përgjithshme, e cila duhet kaloj për disa ditë. Nuk duhet zgjat më shumë, një gjendje e temperaturës, një gjendje e kollitjes, e cila nuk duhet të zgjatet më shumë se disa ditë. Në momentin kur edhe për kundërmarrjes së terapisë me antipiretik ose për kundërmarrjes së lëngjeve më tepër, konsumimit më të madh të çajit, gjendja nuk përmirësohet, atëherë patjetër që duhet të shqetësohemi për gjendjen tonë shëndetësore dhe duhet të fillojmë një ekzaminim prej më të thjeshtëve e derisa të konfirmohet komplet dhe të përmirësohet gjendja, sepse nëse është një infeksion i thjeshtë, ai do të kalojë vetë në shumicën e rasteve. Në disa raste ka nevojë edhe për marrje terapisë orale, ndonjë suplementi ose konfort gjendjes nëse ka vetëm smundje bashkëekzistuese, siç është bronhiti kronik ose astma bronkiale, atëherë trajtohen njëkohësisht edhe infeksioni i lehtë edhe problemi bazik që ndodhet në organizëm dhe shmanget komplikimet e panevojshme që do të mund të ndodhen. Kështu që çdo herë është e rekomandueshme konsulta duke filluar prej mjekut familjar, por të problemet të pacientët që kanë probleme të njohura pulmonare, gjithmonë duhet të konsultohet specialisti pulmonar, patjetër, sepse ne kemi rastet që trajtojmë me pacientë me smundje kronike, do të thotë që janë të diagnostikuar që disa vite, por që vazhdojnë tretmanin e rregullt nga ana jonë, por kemi shpeshherë edhe si pasojë një ftofje thjesht, një pasojë gjendje jo të mirë të organizmit, diagnostikohet një smundje kronike
që ka qenë edhe më herë që ka shfaq ndoshta shpesh herë të lashe, që është trajtu gabimisht të themi me antibiotik dhe kortikoide nga ana e mjekut jo pulmolog, por që në kontakt pas realizimit të ekzaminimeve të nevojshme, qoftë rentgeni, qoftë spirometrisë, qoftë ose mushkive, diagnostikohet një problem që trajtohet me terapi shumë më të lehtë edhe shfaqen problemet shumë më rrallë tek mushkivët. Doktori flet edhe për përdorimin e antibiotikëve, duke theksuar se në vendin tonë ekziston mbi përdorimi i tyre dhe se antibiotikët nuk duhet të merren pa analiza dhe rekomandim mjekësor. Realisht, ne si vend kemi një mbipërdorim të antibiotikëve. Kjo është shqetësuese dhe ka dhe fushata të ndryshme të vetëdijsimit, që zakonisht pacientët me probleme pulmonare, nëse ndodh një vizitë tek një mjek i përgjithshëm, patjetër se janë fenomene auskultative jo normale dhe friga e një mjeku të përgjithshëm gjithmonë do të jetë më e madhe se mos është ndonjë infeksion duke zhvilluar dhe shkohet me terapi empirike, ne e quajmë terapi empirike ose terapi e zakonshme që jepet te këto raste. Për këtë arsye, ne kemi një sistem shëndetësor goxha të lehtë për arritjen e specialistit të secilës fushë që nevojitet, edhe për këtë arsye nuk rekomandohet asnjëherë marrja e antibiotikëve pa pas një pasqyrë të saktë analiza pa arsyetu marrjen e një antibiotiku, sepse tani është shumë lehtë të çashme edhe realizimi i analizave. Në momentin kur kemi konfirmim të markerëve inflamator që nevojitet marrja antibiotikëve, patjetër që duhet të migren, por që ka një mbipërdorim të këtyre shpesh edhe të panevojshëm, hartohen plotësisht. Pulmologu thot se duhanpirja mbetet një nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve të mushkrive, ndërsa tregon se faktor tjetër rreziku është edhe ndotja e ajrit. Sëmundjet e mushkrive konsiderohen mbi 90% shkaktar duhanpirja, mbi 90%. Duke filluar prej sëmundjeve të zakonshme, bronhitit ose sëmundjes kronike obstruktive pulmonare, që përfshin brenda edhe emfizemin, kur është një shkatrim i sekteve alveolare, e rrjedhimisht një ulje e funksionit normal të mushkrive. Do të kemi një rënje të funksionit normal të një mushkrije, humbje të hapësirave funksionale ku shkëmbehet oksigjeni me dioksidin e karbonit. Këto konsiderohen të shumica e rasteve, mbi 90% rasteve që është shkaktar duhanpirja. E këto t'ia shtojmë edhe ajrin e ndotur, është me të vërtet dëshmi e fortë se ndikon negativisht edhe ndikon në rritjen e shfaqjes së numrit të pacientëve me sëmundje kronike, sepse gjatë fazës së dimrit, kur kemi mbipërdorim të veturave ose përdorim edhe lëndë djegëse për ngrohje, kemi një rritje të lakore se pacientët që kërkojnë ndihmë, qoftë ambulantor, qoftë hospitalizuar, për probleme të rrugëve të frymarrjes, përkatësisht probleme të mëdha të mushkrive. Përjashtimisht këto bën tuberkuloza mushkrive, e cila është një sëmundje infektive, një sëmundje që njihet shumë mirë në popullin tonë, që ka pas një rënje të rasteve më herët, por tani fatkeqësisht kemi edhe një rritje të rasteve kur pacientët po infektohen me bacilin e tuberkulozit edhe shfaqin çrregullime shumë të mëdha, dëmtime të mushkrive, nëse nuk kërkohet ndihma, nëse nuk bëhet diagnostikimi me kohë. Ne gjithmonë kur flasim me një përqindje të madhe. Gjithmonë ka përjashtime të individ të caktuar, varësisht prej organizmit, mirëpo edhe studimet që ndodhen në një gjithmonë në sasinë e cigareve ose packs per year, sa paka konsumohen gjatë vitit, që përpjestohet me sa cigare gjatë ditës, por edhe sa vite ka përdorur, sepse sa më i madh jenë përdorimi brenda ditës, sa më shumë numri cigareve brenda ditës, edhe sa më gjatë kohëzatja, problemet do të jenë më të mëdha tek ata pacientë, duke filluar shfaqjen prej sëmundjeve më të lehta e deri tek shfaqjet e sëmundjeve më të rënda të mushkrive, që është kanceri i mushkrive, ku prapë konsiderohet si shkaktar kryesor duhanpirja. Do thotë shumica e pacientëve që diagnostikohen kanë një histori të përdorimit të duhanpirjes, qoftë aktive, qoftë edhe pasive, sepse tek problemet e mushkrive gjithmonë nuk duhet ta harrojmë ta cekim edhe ekspozimin e duhanpirjen pasive, kur qëndron në një ambient të mbyllur që është duhani konsumohet në sasi të mëdha, shfaqja e problemeve do të jetë e pashmangshme.
Edhe tek ndodh individualisht e disa raste që nuk kanë histori duanpirës dhe diagnostikohen qoftë me brëndhet, qoftë me asën, qoftë edhe me kancer të mushkrive, por shumica janë si pasojë e duanpirës. Dhe po drejt pyetja juaj pse disa pacientë konsumojnë për vite të tëra dhe nuk shfaqin simptoma, ajo është individuale dhe është shumë e rrallë. Do të thotë marrë përqindjen e dëmeve dhe atyre që nuk i bën dëm, është mbi 90% të pacientëve që ju shkakton dëme të parikthyer në mushkri dhe kërkojnë tretman të përjetshëm me bronkodilatator, me terapi, me kortikoide inhalatore që kërkon lehtësimin dhe rritjen e sasisë së ajrit që kalon nëpër mushkri e që rrjedhimisht e përmirëson funksionimin e jetës dhe frymëmarrjes tek ata pacientë. Marku thekson rëndësinë e ndërprerjes së duhanit, duke theksuar se problemet shëndetësore shtohen me kalimin e kohës tek duhanpirësit. Nuk ka ndonjë shifër caktuar ditore, javore, mujore se sa duhet për të u pastruar nga duhanpira. Është gjithmonë mirë, edhe gjithmonë është në kohë, por njëkohësisht është edhe vonë me ulan dëhani. Jo vetëm me ulan dëhani këto rreptësisht që të mos konsumohet, por vetëm një cigare nëse zvogëlohet në ditë. Është shumë më mirë se sa me pit njëjtin sasi. Sa më shumë që zvogëlohet dëhani, sa më shumë që ulet intensiteti dhe kohëzgjatja e pirjes së dëhanit, është në favor të personit që konsumon dëhan. Por gjithmonë tek njerëzit, patjetër që rekomandohet mos të konsumojnë dëhan fare, por sa më duhanpirësit, sa më shpejt që të jetë e mundur të fillojnë me lënien e dëhanit, sepse problemet vërtet shtohen dita ditës, jo vetëm ato pulmonare, por edhe kardiake, edhe vaskulare, edhe në aspektin cerebral. Gjithmonë multifunksionale është dëmtimi që ndodh si pasojë e dëhanit. Sipas tij, viteve të fundit është vëritur rritje sëmundjeve respiratore të ndikuara nga ndotja e ajrit, duhanpirja dhe infeksionet e mushkrive, derisa thekson se edhe pandemia COVID-19 ka lënë pasoja tek shumë pacient me probleme respiratore. Realisht ka rritje janë ndërshkaktarët numër 2 pas sëmundjeve kardiovaskulare të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë. Do thotë ka rritje si pasojë e ndotjes së ajrit, si pasojë e rritjes së konsumimit të duhanpirës edhe si pasojë të infeksioneve të mushkrive. Ne kemi pas edhe pandeminë COVID-19 që ka shkaktuar dëme të parikthyer të shumë pacientë e të cilët trajtohen si pasojë e dëmeve ose fibrozave pulmonare që janë shkaktuar si pasojë e infeksionit me COVID-19 edhe që njihet e post-COVID sindroma. Kurse përgjithsisht rritja e sëmundshmërisë apo sëmundjeve të mushkrive lidhet krejtësisht me stilin tonë të jetës, me duhanpirjen, me ekspozimin në ambientin, do të thotë në ajrin e ndotën, sidomos në qytetet e mëdha ku ka mbipërdorim të veturave, gjatë pikut të trafikut, nëse ekspozohemi do të kemi më tepër shfaqje të problemeve pulmonare, qoftë edhe eksacerbimin e sëmundjeve ekzistuese, qoftë ato alergjike si astma bronkiale, bronhiti kronik, dhe shfaqjen e sëmundjeve edhe më të rënda të emfizemes, që janë sëmundjet të parikthyer. Edhe vetë rritja e numrit të kancereve të mushkrive, vit pas viti, lidhet shumë me stilin tonë të jetesës, me jetën sedentare, me jetën ku konsumohet më shumë dëhan se sa që është konsumuar më herët. Këto janë shkaktarët kryesor të rritjes së sëmundshmërisë së mushkrive. Pulmologu këshillon që gjatë periudhave me ndotje të lartë të ajrit të shmanget ekspozimi në trafikun e dendur dhe të përdoren masa mbrojtëse si maskat. Në momentin kur këto janë politika globale dhe politika nacionale që përdoren për uljen e ndoçve, duke ullë përdorimin e tyre si substancë ngrose, duke ullë përdorimin e makinave që ndotin më tepër ajrin, janë mekanizma që i kontrollojnë sasinë e gazave që lirohen, mirë po ne si pacient mund të mbrohemi duke shmang lëvizjen në pikën e trafikut. Ose nëse kemi të pashmangshme, të pamundshme që të largohemi gjatë kohës kur është piku i ndotjes së ajrit, mund të përdorim edhe maskën, e cila në masë të madhe e ullë sasinë e ndoçve të ajrit që kalojnë drejt për drejt dhe afektojnë rrugët tona të frymëmarrjes duke shkaktuar kaskadën e ndryshimeve në mukozën dhe submukozën e rrugëve të frymëmarrjes që rrjedhimisht shkakton një
ajtje të rrugëve të frymëmarrjes, e ul sipërfaqen e përgjithshme të rrugëve bronkiale, e ul sasinë e ajrit që rrjedh nëpër ato rrugë të frymëmarrjes dhe e ul shkëmbimin e oksigjenit me dioksidin e karbonit që rrit një koncentrim më të madh nokseve apo të këtyre dozave të ajrit në organizmin tonë. Marko tregon se më të rrezikuar nga sëmundjet kronike të moshkrive janë personat në moshë më të shtyrë. Megjithatë, problemet respiratore po shfaqen gjithnjë e më shumë edhe tek të rinjt. Zakonisht moshat më të rrezikuara janë prej sëmundjeve kronike të moshkrive janë moshat më të vjetra. Mirë, nuk bëjnë përjashtim as moshat e reja, sepse do të thotë statistikat botërore, por edhe tonat na flasin për këtë momentin kur shfaqen problemet pulmonare dhe kur aktiviteti fizik është i ruajtur, problemet janë më të vogla, ndërsa në momentin kur bie aktiviteti fizik dhe do të ndodh një sëmundshmëri edhe pulmonare dhe aspekteve tjera të organizmit, atë kemi ulje të aktivitetit e rrjedhimisht shfaqjen e problemeve më të mëdha. Do të thotë moshat e shtyme kanë problemin më të madh për shkak të mos trajtimit një sëmundje të lehtë, për shkak të mos trajtimit një pezmatimi të lehtë të mushkrive apo të rrugëve të frymëmarrjes që ka qenë më herët, tani do të shfaqen simptoma shumë më të rënda në moshën e shtyme. Dhe tumorët e mushkrive zakonisht janë më të shpeshta tek moshat e vjetra, por viteve të fundit nga përvoja jonë kemi pasur nuk bëjnë përjashtim as moshat 40 apo 50 vjeçare. Kryekëput lidhet me stilin e jetesës e sidomos me konsumimin e shtuar të duhanit. Gjithmonë lidhet me konsumimin e shtuar të duhanit, mos qëndrimin në ajër të pastër dhe mos pasin kujdes për trajtimin e infeksioneve të lehta, banale, të cilat më pastaj komplikojnë dhe shfaqin probleme të mëdha me moshkrive. Pulmologu Flamur Marku bën thirrje për kujdes më të madh ndaj shëndetit të moshkrive, shmangje të duhanit, përmirësim të stilit të jetesës dhe kontrolle të rregullta mjekësore, sidomos në rastet kur simptomat respiratore zgjasin apo përkeqësohen. Të dashur shikues, ishim në Spitalin Amerikan 1 në Prishtinë me pulmologun Flamur Marku, i cili na tregoi më shumë rreth sëmundjeve më të shpeshta të sistemit respirator, simptomave dhe trajtimit të tyre. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë do të takohemi sërish të dielën e ardhshme nga ora 20:15. Deri atëherë, paqë shnetën. Ky emision mundësohet nga Spitali Amerikan.